Ndonë se ka 2 dosje të bujshme në SPAK për aferat me lejet e ndërtimit dhe është nën mas sigurie, Fatmir Bektashi, i cili ha majtas dhe djathtas, do të betonizoj drilonin. Qeveria i ka dhënë atij një leje zhvillimore pranë parkut natyror, gjë që ka sjellë irritim nga pogradecarët. Arbër Male, këshilltar i pavarur bashkiak i Pogradecit, thotë se nuk duhet dhënë leja për kulla, sepse UNESCO ka ndaluar ndërtimet në këtë zonë. Ai gjithashtu sfidon kandidatët për deputet të qarkut të Korçës të mbrojnë interesat e qytetarëve dhe të reagojnë kundër betonizimit të parkut të Drilonit. Postimi i plot. Ndal pyllit të betonit në parkun e Drilonit. Sapo jam njohur me projektin e kompanisë Kontakt, e cila do të ndërtojë një varg godinash 12 katëshe në hapësirën e parashikuar për pyje dhe park mes Drilonit dhe Tushemishtit. Pse duhet ndalur në kohë? E para, nuk mund të ketë pyje dhe kulla bashk, beton dhe park, o njërën o tjetrën. UNESCO na e ka ndaluar ndërtimet në këtë zonë dhe e klasifikon si një zonë me rëndësi natyrore, mjedisore dhe si pjesë të trashëgimisë botërore. Transparenca dhe konsultimi me banorët për transformimin e kësaj zone ka qenë zero dhe njësinë administrative. Turistëve nuk mund të shesin vetëm garsoniere dhe beton, ata vinë për habitatin, natyrën, qetësinë, liçenin, pulbardhat dhe ajrin e pastër. Nëse këto i vrasim me beton, automatikisht kemi vrarë edhe turizmin e zonës. Meqense jemi edhe në periudhë zgjedhore, ftoj të gjithë kandidatët për deputet të Pogradecit, pa dallim të forcës politike, të bashkohen në betejën për të ndaluar pyllin e betonit. Nesër do të jetë vonë për të gjithë.